Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Gafores. Të bëjmë leximin e radhës për ju dhe këtu tregon që jeni një person apo keni dritë për rreth, ku e kemi diellin të dashur Gafor, por pranë jush ndodhi dikush që nuk është i sinqert, ku është gjarpri. Tani është koha për të zgjedhur veten dhe për të mos u mashtruar nga fjalët e ëmbla të dashur Gafor apo premtime boshe. Dielli, po fillojmë të dashur, tregon fuqinë e brendshme të një gruaje, tuajen, apo nuk do thot patjetër që t'jeni grua, tuajen, besimin në vete, ndriqimin e së vërtetës. Gjithçka që duhet është tashmë brenda jush. Ka potencial për të ndriçuar jetën tuaj dhe për të bërë zgjedhje të fuqishme. Gjarpri, të dashur, rrezik, po. Kjo letër tregon mashtrim, zili, manipulim, ose një person që nuk është i drejtë. Mund të jetë dikush që sillet butë, por ka qëllime të fshehta, të dashur Gafor. Kujdesen nga fjalët që duken shumë të bukura për të qenë të vërteta. Dhe gruaja është qendra e këtij leximi. Kjo letër flet për ty ose për një formë shumë të rëndësishme në këtë situatë. Ajo është ajo që duhet zgjedhë në fakt. Dhe këtu mund të jeni ju, apo mund të jeni të ndikuar nga një grua, apo dikush afër jush. Dhe rruga, dyert, një vendim duhet marrë. Ka dy rrugë përpara, një që duket më e lehtë, por mund të jetë e gabuar, e gjarprit, dhe një që kërkon më shumë guxim, por është më e vërtet për zemrën tënde. Të dashur, pra, nëse ndjeni që dikush po luan me ju emocionalisht, apo po ju manipulon, besoj instiktit tënd, nëse ke këto lloj dyshime, të dashur, mos prit më prova. Gjarpri nuk ndryshon. Kjo është mëse e saktë. Pra, mos e nënvlerëso veten, ti je vetë drita e këtij leximi, dhe nëse merr vendim për të shliruar nga kjo situatë, do të ndriçosh më fort se kurrë. Do thotë mos tolero. Vendimi është i joti, zgjedhja është e vështirë. Sot për paqen, nesër ja vlen. Pra, të dashur, një grua me zemër të fortë apo një person me zemër të fortë është përballë një mashtrimi që këtu ju paraqet juve. Ju e dini të vërtetën, por tani duhet ta pranoni dhe të zgjedhni rrugën që ju nderon në fakt, në vend se të rrini aty dhe të qëndroni duke ditur dhe duke ndjerë që e ka me zili, e ka me manipulime, e ka me gënjeshtra, apo çfarë do lloj situate që të jeni që nuk janë të sinqerta, të dashur Gafor. Jeni duke ndriçuar dhe mos e leni askush t'ju afikë apo të shuaj këtë dritë që po ndriçon tek ju.